mendon që to sondazhe të cilat po bombardohet opinioni publik e sugjestionojnë publikun, pra si thua, i japin një bindje që është e kohë të votosh për alternativat e treta. Për shumë, voto ose PS ose PD, siç e ke zakon, të 30 vjet i bie, pak a shumë. Dhe këto të tjerët, me një fjalë, është e kohë të harxhosh votën sepse këta nuk dalin. Ka një efekt negativ për ju? Çdo sondazh që bëhet mediatikisht është instrument mediatik. Jam marrë me sondazhet, kam kritikat e mia për metodologjinë e disa prej sondazheve, por nuk dua të hyj fare këtë diskutimi. Padyshim, çdo sondazh që bëhet për publikun ka dhe një qëllim marrëdhëniesh me publikun. Tani, si ja dalim ne që të kemi 34 vjet disa njerëz që akoma premtojnë ujë dhe drita? Vetëm duke kriju bindjen njerëzve që asgjë s'ndryshon. Pra duke i krijuar pesimizmin, kështu që pa zëvendësueshëm domethënë. Nuk do ta përjashtoja edhe mundësinë që me ose pa qëllim këto sondazhe e krijojnë këtë efekt. E krijojnë. Kësaj radhe nuk e mohojnë dot. Pra ju dëmtojnë. Megjithatë unë nuk besoj që na dëmtojnë sepse njerëzit e kanë ndarë mendjen, nuk ka sondazh që i bind për të kundërtën. Ai mjafton shkoj të hapi çezmën, të shohë që pi ujë depozite në qendër të Evropës, në mijëveçarin e tretë ku popujt e tjerë kanë gjetur ujë në Mars. Dhe unë besoj që do votojnë për ndryshimin.